أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زجوه 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 سفري كوبرت زجوه 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 أدم برجت فالو 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 نمازي أشتريت فالو 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 مزمر شبيت فالو 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 نمازي أشتريت. Shkues të nderuar, selam aleikum. Vazhdojmë ne me emisionin ton Merr Frim, edicioni special për muajin e bekuar të Ramazanit. Jemi në muajin e Ramazanit, muajin e Kuranit, andaj edhe mysafir sot e kemi hoxhën e nderuar Yusuf Hayrullah. Mirë se erdhe hoxhën e nderuar. Mirë se gjetëm vllai dashur. Në Ramazan si po kaloni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Temën të cilën me juve sot do ta diskutojmë është për Kuranin, alhamdulillah. Andaj si për hyrje një fillim urdhënoni. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi takon Allahut të madhëruar, ndërsa selamet qofshin mbi Muhamedit alayhis salam, mbi familjen e tij të dashur, mbi shokët e tij besnik dhe fisnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën, mësimet, porositë dhe mesazhet e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vërtet, Kurani, libri i Allahut, është libër që ka ardhur udhërrëfyes për njerëzit në përgjithësi, e në veçati për besimtarët. Kurani pikërisht ka zbrit në këtë muaj të bekuar, ku Allah i lartë madhëruar thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minhu al-huda wal-furqan." Muaj i Ramazanit është muaj në të cilën ka zbrit kushtetuta e Allahut, Kurani, që për të cilën Allah i ka definuar dhe i ka dhënë një përkufizim të mirë, duke thonë se ky libër është udhëzim për gjithë njerëzimin, është sqarim për çdo informat dhe pyetje që njerëzit u ashtrojnë fejes. Edhe është dallues të mirën nga e keqja, udhëzimin nga devijimin, të bardhën dhe nga të zezën. Me një fjalë, Kurani qenë ka kushtetut, Kurani është dritë, madje Kurani është edhe ngushëllim kur na ndodh një fatkeqësi dhe sprov. Kurani është frymëzim dhe është inspirim për ideja, për domethënjet, për qasjen tonë karshi fejes islame. Alhamdulillah, atëherë vazhdojmë edhe me disa pyetje. Si pyetje e parë është sa ka sevape ai i cili lexon Kur'an? Nuk ka dyshim se Kurani është libër madhështor. Andaj, dhe me automatizëm, leximi i librit të Kuranit, mësimi, studimi, analizat, kanë një shpërblim të madh nga feja jonë madhështore. Pikërisht për leximin e dërguar Allah ka thonë: ai i cili lexon librin e Allahut, Kur'anin, për çdo shkronjë, Allahu ka për ta shpërble me 10 shpërblima, pa 10 sevape. Apo se sevapi ka kuptimin shpërblim. Ashtu, po. Sevapi ka kuptimin shpërblim, po ne e përdorimi këtë nocion nga se është vetëm sa është bërë shprehi dhe kulturë e komunitetit tonë, se sevapi nuk kupton shpërblimin nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Më pastaj dërgollojët vazhdon në defim, thot, duke treguar apo duke qartësuar, thot, nuk ju tham elif lam mim, një, po elif të thuash 10 sevape në veti. Lam 10, mim 10, që nënkupton total 30 shpërblime apo 30 sevape. Imagjinoje 3 shkronja 30 sevape. Një faqe, po ta lexojmë nga Kurani, aty dykon 2-3 minuta merr leximin, varësisht prej shpejtësisë që lexon lexuesi. Aty dykoni ka të paktën 100 shkronja, ka 10.000. Një tregti dhe një biznes, e këtë biznes që ta jep Allahu, nuk ka shansa njerëzit përfitojnë nga njerëzit e kësaj bote. Është një benefit shumë i madh, mirë, po vetëm se kërkohet një interesim dhe një vetësim më i madh për neve, duke pas parasysh se është sevap dhe shpërblim i madh. Mirë, po për me pas parasysh këtë gjë, ne duhet ta nënvizojmë një sen. Shiko tash, nuk ka komunitete, apo kombe, apo shka të thuash
dallohen njerëzit apo identifikohen me diçka. Një kom identifikohet ose me gjuhë, ose me veshje, ose me një kulturë dhe shprehje. E besimtari duhet të dallohet apo duhet të identifikohet me Kur'an. Për ndryshe, atëherë mo letër njoftimi i këtij nuk është shumë i qartë. Shëre, duhesh të identifikohesh me Kur'an. Çka i bie kjo? Çoçrohesh me Kur'an, të bëhet pjesë e jetës Kur'an, agjende e përditshëm. Për ta kuptuar këtë më mirë, i dërguari Allahut e ka pas shprehi edhe ka pas agjend përditshëm leximin e Kur'anit, saqë kur është pyet Aisha, e kanë pyet, na trego për kulturën dhe moralin e Resulullahit, nuk ka zgjedh përgjigje më të mirë duke thënë se Kur'ani ishte morali i tij, identifikimi i tij. Me këtë është përcaktuar. Ne nuk mund si besimtar të përcaktohemi jashtë Kur'anit. Përndryshe kena deviju në një formë apo formë tjetër e kena hup bosullën e saktë. Hoxhë, e lexojmë Kur'anin mirë, por nuk e kuptojmë. Plot, shumë ndoshta. A kanë sevapin këtë rast? Domethënë, audhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Ne lexojmë. Po ka operative që nuk e kuptojnë, sepse nuk është në gjuhën e nënës. A ka sevapin këtë rast? Është më saktë, ne sidomos si shqiptar komunitet, edhe komunitetet tjera jashtë arabëve, shumicën e raste nuk e kuptojnë. Për faktin se nuk e dinë gjuhën e Kuranit, që është gjuhë arabe. Ne themi ka shpërlim dhe ka sevap. Mirë po duke mos arruar, apo duke mos e përjashtuar, elhamdulillah, për fat mirë, tashmë në kohën tonë janë botuar dhe Kuranet edhe në gjuhën arabishte, po një të kohë në faqen tjetër është në gjuhën shqipe. Që mundesh me paralel ta lexosh edhe në gjuhën arabe, po të njëjtën kohë, pasi që e përfundon, lexoj përkthimin. Ne themi ka sevap dhe ka shpërblim. Hadithin para prak që e lexuan para juve, kush e lexon një shkrim nga Kurani ka shpërblimin 10. Kto nuk kupton gjuhën arabe, pa e pas kuptimin, pa e ditë qasjen, domethënien dhe konceptin. Pse? Se është origjinali. Mirë po, t'ja dimi kuptimin do t'jetë edhe më e mirë. Elhamdulillah në shafrur këto materialet edhe në gjuhën shqipe. Por faktin se atëherë ka me pas edhe shije, edhe sens leximi i Kuranit. Sa quhet ajo nëse më lejohet me nënvizu, meditimi, me reflektu leximi i Kuranit. Mos jetë vetëm thjesht lexim kështu, kalim thirruti, pa reflektu të na. E për me reflektu, dhe mos kish një farë kuptimi, një farë domethënie, t'ja lexosh atë, si me thonë, palcën, brendësinën e saj. E sot, elhamdulillah, na është dhënë kjo mundësia. Por ndryshe leximi, pa kuptim, se vap ka, mirë po, nuk na formon neve. Nuk na bën një kuadër më të mirë. Nëse më lejohet vetëm një hadith do e përmend në këtë kontekst për vlerën e meditimit edhe reflektimit Kuranit. Një ditë këtë verzion e përcjell Bilali, i ka qenë muezini i Resulullahit, e ka pas zakon dhe shprehi, kur e ka thirrën ezanin e sabahut, ka trokit tek dera e Resulullahit alayhi sallam. Se ka pas ngjitur shtëpinë e Resulullahit me xhamien. Ka trokitje ka bën me dije që të zgjohesh për sabah dhe ka thirr ezanin e sabahut. Mirë po në atë moment për çudi ka pa duke fal namaz. Pasi që ka kryer ezanin, sërish është afruar, kur është se i dërguar Allahut duke fal namaz, po një veçanti ka qenë se ka filluar duke qajt, edhe nga qajtur të tepër, pothuajse në atë vend ku ka bë sejdë, edhe ku ka bë ato lutjet, ato përgjerimet për Allahut, është mbush ai veni me lot duke qajtur. Pasi përfundon namazin, Bilal sërish thotë: "Ja Rasulullah, je duke qajt. Ndërsa Allah të ka falë gjunat, edhe të kaluarat, edhe eventualisht nëse i ban të ardhmet, sikur ka desh me thonë, ja, kja shumë gjunat që qanë, ndërsa Allah mo ka amnestu nga këto, e këto është e poenta, ja epilogu, ku i thotë i dërguar Allah, o Bila thotë, më kanë zbrit një dy ajete, mjerë për ata që ka e lexojnë, mirë po nuk meditojnë, nuk mendojnë thellë. Këto dy ajetat janë në surën Ali Imran, ku Allah i thotë në Kur'an: "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab", në krijimin e qiejve dhe tokës, në ndryshimin e natës dhe ditës,
ka argumente, ka fakte, ka dëshmi, ka prova të qarta për ata që kanë intelekt dhe kanë mendje. E duhet njëri me vrit mendjen her pas here se si Allahu ka kriju qiellin dhe tokën. Klepatek, subhanallah, ka krijuar Zoti, prej kur e ka krijuar, nuk i s'ka dona fati. Dhe imagjinoje, pa shtylla, nuk ka objekt në rrezullin toksor, qoftë dhe një ndërtes, qoftë dhe një xhami, qoftë dhe një faltore, qoftë dhe një shtëpi, çka tjetër do e mos duhet të ketë dhe një shtyllë, çka e mban. Ndërsa qielli nuk ka dhe toka. Kjo duhet të paktën më na lëviz atë ndërgjegjen e mbrëmshëm. Pastaj ndryshimi natës dhe ditës, qëre? Nuk bëhet e plasaritje në momentin e caktuar. Bëhet ndryshimi pa kurfar plasaritje. E këtë ajet, nëse lexon në gjuhën arabe, po nëse kishe ditë edhe përkthimin, kishe me pas një qasje ma ndryshe, një ndjenje ma ndryshe, ti e lexon ama kur ta kjat ndjenjen e cila quhet në gjuhën arabisht duke lexuar, derisa vjen në atë nivel shpirtëror që quhet el-uns, ajo një ndjenjë komunikimi i ngrohtë mes ty dhe Allahut. Dhe ndjen kënaqësi të madhe. Ma çdo se njesh Kuranit të bëhet e bajatshme, diçka e zbehtë. Madje nuk ke dëshirë të dalësh nga leximi i Kuranit, të thikush të thirrë në telefon, nuk e vret fare mendjen, për faktin se je duke ndjek kënaqësi. E kundërta, ku shumica njerëzve e lexojnë po jo me këtë qasje, jo me këtë ndjenjë. Andaj ata e lexojnë thjesht në formë mekanizëm edhe pastaj nuk i lën gjurma, mos flasmen, nuk reflekton fare në jetën e përditshme. Megjithatë, pyetja është, edhe nëse e lexon formë mekanike, a ka sevape muslimani? Po, nuk ka dyshim. Nuk ka dyshim, edhe nëse e lexon formë kështu figurative, mekanike, pet ka. Se të paktën është duke e motivuar këta për ta lexuar këtë librin e Allahut. Shumë ka që s'lexojnë hiç. As mekanike, as medituse. Ashtu. Kjo është ai niveli i parë që i themi, do mos kuptova po nuk kuptove, duhesh të rëndësh nga se gjuha arabisht është gjuha origjinale e Kuranit. Sikurse gjuha këto që janë rrjetet sociale, po nuk e ditë gjuhën angleze. Dhe nëse nuk e kupton, po duhet të paktën disa nocione, disa terma me të cilësh kyçesh në botën e rrjeteve sociale. Për ashtu pyetjes nga se shejtani mundet me ardhë njeriu dhe më i thon, "Ej, ti nuk je të kuptu, ka ti tu lexu Kur'an, më mirë mos lexo." Jo. Edhe nëse i vjen këto kompleksa, apo këto cytja, apo këto vezvese, do t'i thotë vetës vetë, ja, këto e nga shejtani, nuk do të vazhdoj, po të njëjtën kohë nuk e heqin nga mendja ime se në të ardhmen e afërt apo të largët do të mundun atë paktën edhe ta kuptoj përkthimin. Nëse nuk mund ta mësoj në gjuhën arabishte, të paktën elhamdulillah do e marr Kur'anin me përkthimin në gjuhën shqipe. Momentet që lexoj faqen e parë në gjuhën arabishte, paralel do e lexoj dhe përkthimin e asaj faqe në gjuhën shqipe. Po që ndërum në i tregim lidhe me leximin e Kuranit diçka. A ki? Tregim. Po tash ka të shumë. Ka të shumë. Po une do e kisha veçu ndoshta jo në formë direkte, po në formë indirekte. Leximi i Kuranit është i kërkuar nga ana feje, nga ana fejës Allahut. Shpërfillja. Shpërfillja. Mos me pas konsiderat është një gjë shumë mëkat i madh. Sa që i dërguar Allahut e ka pas ankesë në kohën e tij, edhe këtë ankesë Allah i madhruar e ka regjistruar në Kur'an, ku ka thënë një ditë i dërguar Allahut, ja Rab, o Zot, inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, o Zot jam, vërtet që populli jam e ka marr librin tënd Kur'anin dhe ka hedh pas shpine. Nuk e kanë konsiderat. Nuk e ka numër 1 tek lista prioritet. Ka folë përgjësi, edhe pse dietarët kur e kanë dhënë interpretimin dhe komentin këtij ajetit, kjo ka thënë shumë forma bëhet shpërfillje e Kuranit. Si bëhet? Mos leximi, mos kuptimi, mos zbatimi i saj, mos njoftja halal dhe haramit, mos me pasi konsiderat këtë libër kushtetut që është për të mirat e kësaj bote dhe bote tjetër. Nuk e merr si gjykatës Kuranin për çdo sfidë, problem, bela të jetës tane. Këto janë format sikur se ti e kish përfill. E këtë kontekst do e përmendin një ngjarje për mi dhënë shije kësaj. Se vëllezër, ne më kanë që jetojmë shumë me Kur'an. E di se do të vjerë me atë nivel sikur që ka thënë atë fjalën Osmani radhiyallahu anhu,
po ti kishmi zemrat e shëndoshta të pastra, kur nuk do të ngopshmi nga Kurani. Po ne kena smundje në zemrat tonë. Anon zemra jonë dikun tjetër. Atë po ti kishmi të pastrta, kur nuk ngopësh. Kënaqësi e madhe me komuniku me Allahun. Imagjino ti me komuniku me një njeri cili ka famë dhe autoritet. Ty je në fund të asaj bisedës, komunikimit, a ditë do tjetë dita më e këndshme e jetës tane. Sa që do ta përshkruash ndoshta me shkrimet e tua në rrjetet sociale, kemi apërcë dhe manifestu tjerëve. Tash një krahasim shkurt. Po komunikimi me Allahun xhaleshanu. Andaj shpërfila vetëm se ti nuk ke simpati dhe dashuri ndaj Allahut xhaleshanu. Në këtë kontekst, ne kur ta lexojmë fjalën e Allahut, ne duhet ta perceptojmë sikur se mesazh nga Allahu po na vjen. Çdo porosi, çdo urdhër, çdo fjalim, çdo këshill në vete duhet ne ta perceptojmë si mesazh nga Allahu xhaleshanu. Tregohet një ngjarje këtë kontekst do e përmeni. Se si një bab i ka pas disa fëmijë në gyrbet. Edhe ka pas nevojë her pas here për një farë ndihme për kraje. Edhe çka ndodh, edhe her pas here, kur i ka treguar hallin se çfarë problemi ka, djali ka dërguar zarf, në të cilën në këtë zarf ka përmbajt edhe disa pare. Kur i ka ardhur zarfi tek shtëpia, e ka lexuar thotë zarfin e ki nga djali jot. Mirë po kjo kur nuk e madhron djalin dhe nuk ka shpreh dashuri dhe simpati, e ka marrë zarfin dhe vetëm se e ka hedh. E ka marrë, e ka hedh. S'di se është anku se kam nevojë për ndihmë materiale, djali i ka dërgu 2 apo 3 herë thuhet, ka dërgu zarfe, i ka ardhur tek shtëpia, e ka lexuar vetëm atë faqen e parë dhe ka hedh. Pas 3 herë ndodh tek shtëpia, nana i vdek. Pas i vdek nana, e çon edhe njëri thotë, nana ka ndruar jetë. Thotë unë s'di se herë kam dërguar se kam nevojë për nevojë materiale, i po ty sikur disi nuk i ke pas në konsiderat. Kthehet prej atje dhe tek shtëpia. Po ta babët kam sjellur në 3 zarfe. Thotë kjo si e po thjesht. E kanë lexuar vetëm faqen e parë se nga djalit i dashuri, po ta e kulumtuar fell mrena, a e kish palos mrena me shiku çka ka mrena, çfarë pelle ka, çfarë magrate? Jo. Ku shkon me shiku? E shikon parë. Pastaj fillon të vajtohet ku kate. Po dhe këti i bjen ai mesazh thotë subhanallah, në shtëpi tonë kena librat, po ku nuk i hapin dhe nuk i qasmi. Nëse i qelmi, po nëse lexojmë, po se nëse ndalmi një qas, shkëputmi nga jeta e kësaj dunjës. Ajo çka neve na ka helmu, qoftë rrjetet sociale, qoftë familja, qoftë shoqëria, qoftë miki, qoftë jeta dinamike që janë bo toksina të jetës, më konë që shkëputmi edhe vetëm fokusohemi, kishme me gjetë perla. Edhe ti ta kishe shfletu mirë. Kështu ne duhet ta kemi konsiderat librin e Allahut Kuranit. A vetë bëhet diçka i dashur. A vetë fitojmë mrena, zbërthejmë. Ti kapmi gjonat në palc. E kur ti kapmi në palc gjonat, atëherë ka mos pasuje. Po me sa duket na ka njerë dhe me vedije na nuk i qasmi Kuranit në këtë drejtim, në thelb. A dini pse? Se dimi se nëse i qasmi, ne duhet me ndryshu gjendja jonë. Ne sikur se jemi të kënaqur me këtë gjendjen. Ne pastaj duhet mu konvertu prej asoj gjendjes të vjetër avazin me një avaz më ndryshe. Pse? Atër du me pas agent për ditë që ti ka një orë e gjysmë, du të bja ba vetës obligim të lexosh. Sikur se ti je pajtu para kohës, une kjo është forma ma mirë, po nuk mund t'ja dal edhe pajtohëm. Andaj du të me pas me këtë kënd, me këtë qasje, leximin, shfletimin, meditimin dhe uljen me Kur'anin, librin e Allahut. Dhe me thonë qele zarfin se ka pare. Edhe bile dhe qështu kam jalon titullin kërë ta bëj shkëputin e kësaj video, se ndrysha video nuk likohet me titull lexo Kur'an. Apo kupton, ndërsa nëse jam nëjë titullin qele zarfin se ka pare, kam i në gjallë kurejsht. Kam e dhezë ma shumë. Kam e dhezë ma shumë. Alhamdulillah. Shej, një mesazh kisha pas dëshirë nga ana juve prindërve, si dhe e neglizhojnë mësim besimin e Kuranit për fëmijët e tyre. Hajse edhe një vetë, hajde edhe... Po, me keqardhje, mund të themi se prindërit, duke mos bë përjashtim,
nuk e kanë shumë kështu në vëmendje të madhe edukimin dhe investimin të fëmija. Edhe kjo ka të bëjë me atë aspektin, nuk madhërohet me sa duket atë shumë Kurani, edhe jo rasisht e neglizhojnë Kuranin, edhe nuk i dërgojnë fëmijët e tyre te xhallarët. Kemi treguar disa herë një ngjarje, po besoj se nuk ban fare të keqe nëse përsëritet. Absolutisht. Se dërgimi i fëmijëve tek hoxha për të mësuar librin do të më qenë prioritet numër 1. Shumë insa nga ne, kur të linden e fëmijë që Zoti e begaton, mi njerë tentojmë edhe na shkon ndërmend, cilën mjek t'ja gjejmë fëmijës tonë? Edhe mi njerë pyesmi vllaun, shokin, mikin, jaranin, cilë është miki më i njohur për fëmijët, këto troje, këtë. Edhe mi njerë të udhëzon te kjo ambulant. Filani është i denjë, është me të vërtet e një këtë fushën. Edhe normal, te këta e ki konsiderat. Kushton sa nuk kushton. Po valla është 2 kilometra, 3, lartësi të merr kohë. Shëndet është bytje. Edhe kjo është shumë e saktë që duhet me pas këtë motivim. E dyta çka bëjmë? Fëmija pasi që fillon murit mosh edhe shikojmë interesojmë për edukimin dhe mësimin e fëmijës. Cëllën shkollë ta dërgojmë, cëllën foshnjore, edhe pyesmi, cëllë është foshnjora më e mirë në këtë rajon ku jetojmë. Edhe të udhëzojnë te kjo. Është disi më e shtrejt pak, po ama fëmija del më i avancuar në një kuadër më shëndosh. Edhe elhamdulillah krejt sunojmë edhe i marmi të gjithë mekanizmat, kushton sa kushton, do e dërgojmë. Shumë është me vend, shumë e saktë. Mirë po, edukimi shpirtëror e neglizhojnë, që ka të bëjë pikërisht me Kuranin. Ja zgjedhëm për shëndetin, kush është adukat mjekun, shumë bukur. Arsimimin, intelektin, e gjetëm arsimtarin, profesorin, shkollën kuadër. Po ne jemi krijuar nga shpirti, nga ana shpirtërore, gopjen. T'ja gjejmë që është adekuat hoxhën. Ne nuk pyesmi, ta dërgojmë. Jo të ta gjejmë hoxhën më të mirë. E këtë rast është një ngjarje që ka ndodhur në kohën e hershëm, ku sultanët, udhëheqët e asaj kohës, fëmijët i kanë dërguar tek hoxha për t'ia mësuar të gjithë lëmit e fesë, madje edhe lëmit shkencore. Në të kaluar në xhallarët kanë qenë enciklopedi. Kanë pas qasje të madhe mbi fejen, po edhe shkencën, gjithë lëmit shkencore, qoftë matematike, gjeografie, biologjie, kështu me radhë. Edhe kanë dërguar tek hoxha e trajnim disa vite, derisa është formuar fëmia. Po thuaj se kanë ndjek një 3-4 vjet. Po për çudi ka ndodhur se hoxha i këtij fëmijës, sultanit të Burgshtetit, e ka re më shumë se një 3 apo 4 herë pa kur farfaj, pa kufër të drejtë. Po edhe fëmia duke ditë se hoxha po mërën pa faj, ata ngret çështën te baba, jo, se te baba më re, kështu ka qenë kaluar perceptimi, se e kanë ditë se prindet fëmijën po e kanë çuar te hoxha, e kam dorëzuar, alhamdulillah që hoxha disa orë në ditë, po maman, tash unë t'i gjej vërejtje. Kështu që nuk du të ndëgjoj zonin fëmijë nëse ndodh mes ty dhe hoxhës. Kështu që fëmia e ka pranuar gjendjen, edhe pasi që ka kryer mësimin te hoxha 3 apo 4 vite ka ndjek, e më pastaj ka vazhduar jetën, kur i ka bërë moshën afër 15-16 vite, ka ndruar jetë baba i tij, sultani udhëheqësi lider. Pasi vdek, e vorosin, i kryen ato ceremonitë ritualet, edhe ky e trashëgon postën djali. Ku i shkon ndërmend djalit? Është e natyrshme neve, sidomos edhe na si komunitet, neve na shkon ndërmend gjithmonë ajana djallëzore e keqe. Jo ajana hinore e mirë. Fish ka e keqe. Të mirët jarojmë, ma të keqen jo. Kush ma ka mu të keqen, ty hakmarna, ka shkon ndërmend ai hoxha që e ka rrit 3 apo 4 herë pa faj. I ka neglizhuar ato këtë mira që e ka bo. I ka me të syrit e keqja. Në falni. Edhe që ka ndodh, i thirat bordën e ngushtot, këtë hoxh filanin të masjedhni këto. Shkojnë edhe e gjenë dhe e sidhen. Edhe i thonë hoxh, a më një kush jam? Hoxha shtiret për ati kinë se nuk e nje. Se disa vite kanë kry. Hoxha ka pas jo vetëm këtë nëzancë, plot nëzancë, që ka kaluar para dorëve ti. Thotë nuk një. Jo, më një, thotë, unë jam djali filanit, sultanit. Kam para disa vite kam ndjek mësim të këti. Hajrolla, që ka ndodhë? Thotë, gjatë periudhët që kam ndjek mësim të këti, ka ndodhë disa herë, më ki rah, më ki godit, pa faj, bigajri hak,
pa të drejtë. Thot, vërte ka ndodhur? Thot, po. E man men, edhe nuk e haroj. Thot e vërtet se ka ndodhur. Edhe pse ushtira për aty kishe nuk të njohën e të njohë. Të kamerej edhe ata kanë pas një farë qëllim fisnik, që të tyjen shikin parë duket, nuk ka qëllimi fisnik. Kamri pa faj, pse? E kanë ditur se ti ke për ta trashëguar postën e babas. Thash të goditi 1-2-3 pa faj, ta ndjesh dhimbtën sa keq motori dikush pa faj, kur të hipësh në post, mos t'ju bash njerëz pa drejtësi dhe zullum, se që nga shumë e rënd, nuk godit pa faj. Thot, për mësimi i madh. Po ky është që i themi një ogj vizionar lakpamës. Sikur që ja gjen mjekun, edhe mësuesin, gjeja ogjën më të mirë. Se këshure, thot pra ti pas ke qenë vizionar i madh, më ke dhënë mësim për ta jetën. E kështu du të me gjetë edhe ogjën që t'ja mësoj e Kur'an e librin. Andaj këshill prindërve, patjetër, numër 1 me më qu fëmijën te kogja dhe më i mirë që është specialist leximit të Kur'anit. Të paktën ka me dëshmu për ti e ditën e Kiametit. Ka me qenë pro ty advokat në ditën e Kiametit kur të thotë o Zot, mos më dëno prindrin, se ka mujt më dërgu dykun në për portët e jetës kësaj dunjas, po më ka dërguar te kogja për ta mësuar librit e janë Koranin madhështor. Hoxhë, një pyetje, lexuesi i Kuranit, si do të ketë gjendjen kur të hyjë në varr? Kurani, libri Allahut, është mbrojtësi jot. Ka me qenë advokati jot. Ka me qenë dërmitësuesi jot. Ka me lobirat për tyje këtë botë, natën e varrit dhe ditën e gjykimit. Ka larë shumë transmitime dhe versione se si qëndron besnik Kurani i lexuesit, ai cili ka lexuar dhe ka pas zakon dhe kulturë shprehit përditshëm. Në varr nuk ka njëherë që do të futet në varr që nuk do të ekspozohet ndëshkimeve dhe dënimeve. Edhe nëse ke qenë për atyre që ke bërë vepra të mira, ata do të përpiqen maksimalisht më kanë barikat me qenë mburoj mes tyje dhe ndëshkimit, se cila vepër. Ndërsa për Kuranin ka kështu, kur do ta ndëshkoje në varr, me laçet e varrit nga koka, ta sulmojnë, do dole Kurani thotë, jo, asesi, nuk ke për ta prekur, thotë, kur të tjerët shkojshin, argëtojshin, bërëdhëshin rrugës, mas plaçet e kësaj dunjas, ky u veçonte dhe lexonte librin, mu më ka lexuar Kur'anin, kam për ta mbrojt. Nuk ka kënaqësi më e madhe. Unë vetëm një skenë, ta paraqes afa një farë panorame, kur t'jen me një gjukat, ke për të gjykuar për dhe një land, qofte ki ba me dia po vedia të krimin. Edhe imagjinoje, vjen në atë përfundim konkluse, nuk ka shpëtim për tyje. Edhe mundosh, arvatësh, ta kisha pas një provë, ta kisha pas një dëshmi, ti shkon të kush pro muhe. Vjen një advokat, e hap derë, thot, më lejoni, thot, ka marrë për personin, edhe du të dëshmoj pro për ta. Çfarë argumenti ki? Fillon nuk e sill argumentet. Kur ky mo, ka u shpresa mo. Unë vetëm do vi me një përfundim konklus, edhe do të më dënojnë. Vjen dhe e mbron me fakte dhe me dëshmi, gëzim më i madh për ta s'ka. Kështu do të verë Kurani, kur ti do tupi shpresa, edhe të bjen Kurani. Që atëherë kemi thonë, subhanallah, vërtet une, s'pas na hub kohë në dunja, më dul në ndim momentet më të vështira. Në ditën e Kiametit, hadithe janë të shumta. Iqra al-Quran, thotë i dhuruar Allah, lexoni Kur'anin. Fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah shafian li ashabihi, lexoni librin e Allahut. Lexoni dhe mësoni dhe studioni se në ditën e Kiametit ka me Kur'ani ndërmjetësues për lexuesin. Ndërmjetësues për lexuesin e Kur'anit. Besoj që do të mjaftoheshin këto faktet dhe këto argumentet që me nxit dhe me motivu besimtarin se po i ndihmoj ka edhe po i mbështet ka dhe përkraj ka në ditën e Kiametit, edhe natën e vorit, Kur'ani, libri i Allahut. A ka vlerë dëgjimi i Kur'anit? Leximi e kuptuam, po dëgjimi në vesh edhe e dëgjuar. A ka vlerë kjo? Ka vlerë, madje ka dhe fakte dhe dëshmi kuranor për ta. Allah i madhruar ka thënë Kur'an: "Wa idha quriya al-Qur'anu
fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kur të lexohet Kur'an para jush, qoftë dikush është duke lexuar edhe apo e ke lëshuar dhe një CD, dhe një kaset. Thot Allah, fastami'u lahu. Ndëgjoj me vëmendje. Mos kalo sikur se me kaluar diçka që s'ka pesh. Është duke lexuar Kur'an, thot këshire, ndëgjoj me vëmendje, u ansitu dhe është. Let pushtohet në atë moment bota e eshtjes. Përse? Se çfarë dobi ka? Çfarë benefite të jep nëse ndëgjon, edhe nëse nuk lexon, po e ndëgjon, në fund e ka volosur, ka thënë la'allakum turhamun, në mënyrë që të mëshironi. E Imam Qurtubiu, që është një ndër komentatorët më të njohur, ka thënë vetëm dëgjimi i Kuranit shkakton që robi ta kaplojë Allahu me rahmetin e vet. Vetëm dëgjimi. Çka të themi për ata që lexon? Çka themi që analizon? Çka themi ai që krenohet me Kuranin? Që e ka identitet për ditë që me ka. Këto vetëm thotë shtoj ato benefitet dhe begatit dhe mirësit Allahut. Kaplon rahmeti e Allahut vetëm dëgjimi i Kuranit. Nëse do të mjaftonte kjo fakt dhe argument që nëse nuk dhe të paktën lexon. Jo rastisht ne i themi disa njerëzve, kur na her pas na thonë xho, ka mundësi na lexosh Kur'an për të vdekurin, u i thanë të paktën, eja ndëgjo. Eja bëra ndëgjo veshë ka për të dëshmuar ditë Kiametit. Se normal nuk ditë lexosh Kur'an. Kur do të pyetet Allahu, thotë nuk kam ditë lexoj Kur'an. Ke mund të ndëgjosh? Të paktën le dëshmoje veshë të jetë protein në ditën Kiametit. Në ditën e Kiametit do të flasin edhe organet, gjymtyrët. Veshë do të thonë kim ka dëgju. Lëkura. Madje kur ka edhe për lëkurën, do të thotë trupi, thotë përse fole për mua? Trupi ka thënë lëkurës, përse ti në emër tem u bëni si advokat, si zadhënc, se sot kemi çështë dhe një figurë me ballështore, ka kanë dhe zadhënc. Thotë Allahu, sikur se ty të ka dhënë gojë për të fol, edhe lëkura ka për të folë. Çdo gjymtyr ka me fol dhe ka me dëshmu ditën Kiametit, pro veprave të mira apo për punët dhe vezët e këqija nëse i kena vepruar eventualisht në këtë dunjë. Hoxhë, a lejohet me dëgjuese, apo kupton, me dëgju Kur'an, do më thonë gjatë shëtitjes, gjatë ecjes, në autobus, gjatë sportit, kjo ndodhë me dëgjim të muzikës, shpesh. Po Kur'an a lejohet me dëgjuese, me dëgju? Nuk ka dyshim se lejohet një gjë e tillë. Edhe pse ne preferojmë që me pas etik, që kur të lexohet Kurani, të jemi me një vend pak ku është më modest, ku më e thjesht, ku nuk ka zhurmë, Ma respektues dhe Kuranit. Po dhe më respektues edhe dijeni se vendimet për të marrë një qasje të mirë janë momentet ku ka qetësi të madhe, jo zhurmë. Në zhurmë në për turma nuk mund të ndodh. Operacioni ku bëhet në sallë, ka qetësia maksimale. Jo rastisht kjo quhet një botë, e cila quhet një botë shkëputja nga dunjaja. Jeni ka nevojë pak vetmohet me Allahun xhaleshanu. I dërguar Allah para se marrë si pejgamber, shkonte tek shpella Hira. Për me marrë vendime edhe për me shikuar çka duke ndodhur. Analizat gjithmonë bën me një vend ku ka qetësi, madje mbyllet dera, askush mos depërtoje. Andaj dhe Kurani është secili prej neve në shtëpi me pas një faltore. Në atë kuptimin jo faltore të madhe, një vend ku Vend ibadeti. Vend ibadeti, që quhet në gjuhën fetare, në gjuhën shariatit mihrab. Aty ti e çon dertin me Allahun, ankesat me Allahun, kërkesat me Allahun, lutjen me Allahun, përgjërimin me Allahun. Atë vend. Është e dhimbshme kur shikojmë edhe ndoshta kena marr pjesë kur ka ndërtuar dikush në një shtëpi të bukur, në një villë i familjes, edhe na fton atje t'ja bëjmë porajr, edhe pastaj na merr me vete dhe na nxjerr na shfaq thotë ja këtu e kam dhomën, këtu e kam sallën, këtu e kam banjën, edhe për çudi nuk mund të gjet as bibliotekë. Po nuk mund të gjet as në një vend ku si mihrab thotë kjo është dhoma kur kam ndonjë havë në lidhje ibadet me Zotin, unë atë veçona. Andaj është mirë dhe leximi i Kuranit të jetë në këtë orë. Mirë po, në përjashtime dhe rrethana situata, a lejohet një gjë e tillë? Po lejohet. Le të jetë alternativa në vend se të ndëgjon në Kur'an, në një send pahishme, diçka që është banale, lexon Kur'an. Edhe pse nuk është ai niveli, mirë po, le ta bësh shprehje dhe zakon
vetëm të shmangët, mos dëgjojë dhe një muzikë, dhe një haram, apo diçka fjalë boshe, e cila nuk ka dobi as kësaj botës e as botës tjetër. Hoxh, ishte kënaqësi që të patëm sonte mysafir në emisionin Më Frim, edicioni special për muajin e Ramazanit. Faleminderit. Gjithashtu edhe ishte kënaqësia ime, edhe shkrenari edhe gëzim i madh që isha pjesë e emisionit programit tanë, Sudullah, edhe ty të kam Kodxha Nifar Dashamir dhe mik të mirë. Allahu t'i dhash sukseset e kësaj botës dhe botës tjetër. Edhe publikisht po të falenderoj për gjithë ato mësime e mirësisë që më ki dhënë mu që të vazhdoj këtë rrugë. Allah i nderoft, Allah i na pranon gjithëve dhe për ju dhe për neve. Amin. Ky pra ishte hoxha i nderuar Jusuf Hajrullahu, ndërsa ne shifemi nesër, inshallah, pa të njëjtën kohë. Selam aleikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Zgjohu si firi popret Zgjohu a do mbereqet Falu, namazi është drit Falu, me zemër e shpit Falu, namazi është drit